Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Millennials Unplugged. Unë jam Alesja dhe jemi si çdo të premte në RTS2 dhe në Radio Tirana. Sot do të flasim për personazhe millennial. Do të flasim për personazhe millennials të cilët kanë vendosur të kthejnë pasionet e tyre në një profesion. Jemi me një të ftuar pak të veçantë, i cili mikson pak numrat dhe ato listat e famshme të Excelit me përbërësit në kuzhinë. Sot jam me Dervis Kaninën, mirë se erdhe në Millennials Unplugged. Mirë se u gjeta. E nisa pak kështu me lista, me Excel, me pak financë, ose ti vetë backgroundi jot është në financë, por ti në fakt ke zgjedhur të bësh diçka që nuk ka fare lidhje me financën, apo jo? Atëherë, backgroundi im është financë, kam studiuar financë, kam punuar financë për shumë vite jashtë Shqipërisë. Dhe ajo që bëj unë tani, që janë klasat e gatimit, nuk ka shumë lidhje me financën, përveç pjesës që unë kam një Excel për çdo klasë gatimi, për çdo recet gatimi, për çdo gjë që lidhet me gatimin, që bërin çik më të lehtë të menaxhueshme gjithë klasën. Je pak kështu, si janë ato tipi A, tipi B, që duhet i kesh të rregulla ti. Duhet të jenë çdo gjë duhet të jetë shumë e sistemuar në një Excel, dhe Exceli është i vetmi tool që mua më vë në shina, si më thënë. Të vë në shina. Tani më shpjego pak për mua, për kuriozitetin tim dhe për të gjithë ata që na dëgjojnë dhe për të gjithë ata që na shikojnë. Si kalove ti, një i ri, një millennial, me një drejtim akademik në financë, si të erdhi kjo spuntoja për gatim, për përbërës, për që t'ishe pjesë e kuzhinave? Atëherë, unë që kur para se të shkoja në universitet, unë jam rritur në një familje që gatuaj gjithkohës. Jam rritur në një familje që babai gatuante gjithkohës, pasta, risotto, çdo gjë. Jam rritur në një familje që bënim dreka darka të mëdha dhe unë në çdo event të tillë unë isha ai ndihmësi i vogël që kur kam qenë fëmijë. Duke filluar nga çuarja e pjatave, pastaj duke bërë dhe recetat vet. Dhe ky isha unë, domethënë, përpara se të kisha një eksperiencë të mirëfillt në kuzhinë. Gjatë kohës universitetit, unë kam studiuar në Universitetin Amerikan në Bullgari. Atje na jepej mundësia që ne gjatë verës të shkonim të punonim në Amerikë. Në Amerikë ne gjenim punë random, si më thënë. Po, janë ato punët që ti mund të punosh kudo, qoftë në kuzhinë, qoftë në shërbim, më thuaj ti se ishte një mënyrë për të bërë para për të paguar tuitionin. Prandaj shkolla na çonte në Amerikë në një program që quhet Work and Travel, për pagesën e shkollës, për të ndihmuar veten, si më thënë. Aty mendova se ishte mundësia për të eksploruar këtë pjesën e kuzhinës dhe puna që gjeta ishte si kuzhinier. Dhe absolutisht e dashurova si punë jetën e kuzhinës brenda. Do të thënë ti për herë të parë në kuzhinë, në një ambient, le të themi profesional, kulinarie do thoja, je futur gjatë universitetit në Amerikë, 18 vjeç. Më trego pak çfarë eksperiencë, çfarë si u ndjeve, çfarë të dha ajo eksperiencë? Kuzhina ka diçka, puna në kuzhinë, jo puna në restorant, puna në kuzhinë. Se janë të ndryshme. Në back-end, si më thënë, të një restoranti, është një thrill në vete. Dhe unë jam i asaj shprehjes që ose e urren, ose e dashuron atë lloj thrilli që ka kuzhina në background. Unë e dashurova, me sa duket. Dhe ishte diçka. Të dha atë spunton e parë. Më dha atë spunton e parë që kjo mund të jetë kjo fush mund të jetë një profesion, për çka se unë po studioja një diçka komplet tjetër. Absolutisht unë e dashurova atë lloj jetese, atë stil jetese, atë lloj adrenaline që t'jep kuzhina në background të një restoranti. Dhe unë çdo verë që shkoja pasaj në Amerikë, që shkonim rreth 4-5 muaj, unë zgjidhja, kam punuar në të njëjtin restorant gjithmonë, duke bërë rolet ndryshme, duke filluar në fillim bëja vetëm përgatitjen e ingredientëve, sepse s'kisha eksperiencë. Pastaj nga viti në vit jam promovuar, si më thënë, deri në përfundimin që unë menaxhoj komplet stacionin e antipasave dhe sallatave dhe këto në vitin e 4. Ti arrite mbas 4 vitesh të kishe një atë stacionin tënd që të mund ta menaxhoje. Po mirë, këta njerëz që punonin në restorant, nuk thonin po ky djalë vjen nga ana e anës, vjen për të punuar. Cilat ishin përshtypjet? E para njëra ata se dinin ku i binte Shqipëria. Në Amerikë janë dhe keq me gjeografinë, nuk paradin shumë përveç Amerikës. Mendoj që refuzojnë ta mësojnë pak se kanë nevojë ndoshta. Dhe ne ishim një grup
studentësh, jo vetëm shqiptar që vinin për të punuar gjatë verës. Aty ishe në Martha's Vineyard ku kam punuar unë, është një nga ishut më të famshëm, shumë të shtrenjtë, high-end në Amerikë. Po, i kemi dëgjuar që shkojnë të gjithë këta që janë të famshëm, VIP-at, politikan, artist, këngëtarë, kanë të gjithë nga një shtëpi atje. Pra ti punoje për ta. Ishim vetëm 2 shtresa, si me thënë, në Martha's Vineyard, ishim ne dhe ata. Dhe ne vinim gjithë nga shkolla, nga universiteti për të bërë lloj punësh të ndryshme në shërbime, sidomos të këtyre personave që vinin aty gjatë sezonit. Pra na përkonte, si me thënë, nga që ishte destinacion veror, ne ishim pushime gjatë shkollës dhe shkonin gjithë në Martha's Vineyard. Ti e piketove si vend që në fillim apo ishte diçka totalisht varet se ku të çonte programi? Jo, ti e zgjedh vet ku do shkosh në bazë të lidhjeve që ke me brezat e tjerë të studentëve, sepse ata në vitin e parë të ndihmojnë brezat e tjerë që ti të gjesh një job offer nga punë ndryshme. Dhe ishujt në Boston janë ishujt që përgjithsisht shkonin studentët nga shkolla jonë. Dhe aty brezat që ishin më të mëdhenj se ne na ndihmonin që të gjenim një job offer në punët që ata kishin ekzistuese, gjë që unë e bëra me brezat që vinin poshtë meje pastaj. Pra ishte diçka më se një farë lloj mentori, le të themi, që i drejtoja. Më tregoj gjën më të çmendur apo më të çuditshme që të ka ndodhur këto 4 vite kur punoje te kjo kuzhinë që më pas u rrite deri diku, kishte stacionin tënd, si komunikoje me njerëzit, po gjën pak më të habitshme, më të çuditshme. Do të ngacmoj se më the një histori, po. Po, atë te restoranti që kam punuar unë, aty vinin shpesh aktorët e Hollywoodit dhe një nga personazhet që ka bërë më përshtypje që u hyri dhe në kuzhinë sepse të tjerët nuk i interesonte shumë, shkonin te ajo tavolina vet private dhe that's it. Ishte Adam Sandler që ishte super fan. Ishte po aq fan sa që shef televizor, ishte më i lirshëm, ishte person amazing, si më thënë. Verdi takoi të gjithë, bënte foto me të gjithë, ishte shumë i dashur. Tjetra pasaj kemi punuar për rreth 2 javë, ka punuar vajza e Obamas te restoranti. Kjo është një gjë që nuk të ndodh në ditën e përditshme. Jo, por nga ana tjetër, unë më shumë komunikim pata me Adam Sandler se sa me vajzën e Obamas, se nuk lejoj t'i afrohesh ta shihje nga Secret Services që. Po më thuaj pak, kishte ndonjë interaksion, çfarë bënte? Ajo punonte aty Ajo punonte si kashiere. Ajo punonte si kashiere, pra ne kishim komunikimi vetëm ishte që ne na vinin faturat nga kasa dhe ne dërgonim ushqimin në kasë. Dhe i vetmi komunikim që kishim me atë ishte për ndonjë faturë që edhe ajo për ndonjë order që çfarë kërkesa specifike kishte orderi dhe ajo duhej bërë në praninë të Secret Services që i rrinte gjithmonë nga mbrapa. Dhe ajo e shkreta ndihej shumë faj, si më thënë se ajo ishte 17 vjeç, nuk se donte, ishte shumë e vogël dhe normalisht ishte në siklet të gjithë kësaj situate. Ishte për atë do donte që të ishte lirë në një punë si çdo bashkëmoshatar. Po bashkëmoshatar, por kishte pak një baba shumë të njohur, kështu që do thoya nivelin më të lartë të politikbërjes në Shtetet e Bashkuara, kështu që nuk t'i lejojnë shumë lirshmëri. Po ai ishte shumë nice. Mund ta thuash këtë që pas ke punuar me vajzën e Obamas edhe. Mund ta CV. Mund ta vendosësh në CV. Dervis, ti ke studiuar më the për financë në Universitetin Amerikan në Bullgari dhe më pas ke pasur edhe një eksperiencë pune në Londër, pra në Mbretërinë e Bashkuar për një kompani shumë të madhe, përsëri si financier. Sa vite ndejte në Londër? Atëherë mbas graduimit, unë u ktheva në Shqipëri për një vit, punova te një kompani auditimi këtu shumë e famshme internacionale, dhe më pas vendosëm bashkë me bashorten të lëvizim në Londër. Ajo mori job offer nga një kompani shumë e madhe si Microsofti, dhe unë lëviza në Londër, fillova punë te Nestle, Pom Finance, dhe qëndruam në Londër rreth 5 vite. Që nuk janë pak. Nuk janë pak, jo. Ne kur biseduam bashk, ti më thej që kisha këtë eksperiencën në Amerikë, pra që të ndeza i pasioni për kuzhinën, për ushqimin, për gatimin, për gjitha këto, ike në Londër dhe u fute në profesionin tënd, në financë. Po, më trego pak, çfarë bëre për ta gërvishtur atë pasionin tënd? Gjatë fundjavave gjeja punë part-time në për restorante ndryshme që në Londër janë shumë restorantet që kanë pronar ose kuzhinjer ose menaxher shqiptar, by the way.
shumë. Në hospitality ka një person shqiptar në rang menaxhimi kudo në Londër, në Jemi restorante më pak të famshme. kudo. Kudo, sidomos në hospitality. Okej. Dhe Si mendojnë që vjen kjo? Është lehtë për të futur apo ka mundësi mendoj përmes njohjeve? mendoj që vjen nga natyra jonë e hospitalitetit. Mendoj Okej. që ne jemi shumë hospitable. Pra në mikpritës. përgjithësi, mikpritës, se s'po gjej atje. Mendoj që jemi shumë mikpritës si natyra. Okej. Dhe në familje ato çdo diel që do vinin kushurinë, ne çoheshim pastrojmë shtëpi. Jo ne se ne ishim fëmijë, po çoheshin ndihmoje të shtëpisë etj etj. Kjo është pjesë e mikpritjes e gjitha dhe mendoj që është në ADN-n tonë që të jemi mikpritës si popull. Dhe kudo që shkon dhe në New York, shumë restorante të famshme kanë menaxher shqiptar ose në mos pronar shqiptar. Kjo është e vërtet. Në mos shqiptar janë me origjinë shqiptare, le të themi shqiptar që jetojnë ose janë me origjinë nga Malizi apo nga Maqedonia, nga Kosova, shumë. Kështu që për shkak këtyre lidhjeve që krijoheshin, dhe ishte shumë e thjeshtë që të krijoheshin, sapo dëgjoheshin që flisje shqip, të vinin në tavolinë, të duhet gjë, të ndihmoj, po janë shumë helpful jashtë Shqipërisë. Po. Janë njerëzit, me që e përmende, janë njerëzit të ndihmojnë në Shqipëri? Se the jashtë Shqipërisë. Të ndihmojnë në Shqipëri nëse nuk i prish punë. Ndërsa jashtë Shqipërisë të ndihmojnë pas një lloj interesi, pas një lloj interesi, ndihmojnë thjesht se je shqiptar. Sepse jemi jashtë Shqipërisë, ndoshta është ai mentaliteti që jemi ne kundër këtyre që janë vendasit. Pra ishim ne shqiptarët në Londër dhe ishin të tjerët, një minoritet. Dhe ti ndihmoshe tjetrin dhe pas një lloj interesi, pas një lloj kokçarje çfarë do ndodhi më pas. Ndërsa këtu jemi gjithë, jemi vetëm ne, kështu që duhet parë pak ai interesi personal. Më pas edhe konkurenca. Prej konkurencës mendoj vjen kjo. Kështu që ky është ky ndryshimi, ndoshta i ndihmuarit jashtë ndihmuarit në Shqipëri. Okej. Dhe pastaj në Londër fillove duke punuar te këto në kohën tënde të lirë. Me njohje të ndryshme, punosha në fundjava ose kur kishte ndonjë event caktuar nga restoranti në restorant, punë part-time, ndryshe po asnjëherë diçka të mirëfillt, një punë çdo weekend në të njëjtin vend me një kontratë mirëfillt e kështu, vetëm punë random, si më thënë. Domethënë pasioni yt. Sepse vazhdoja ta ngacmoja atë lloj pasioni, edhe sepse më pëlqente, nuk doja ta lija të vdiste. Dhe ishte një diçka shumë nice për të bërë në fundjavë, se kur jeton emigrant nuk është se ke shumë çfarë bësh. Kohën, sepse nëse lodhesh në gjithë javën në punë, sigurisht edhe marrëdhënia personale që kishe me gruan, me bashkëshorten, dhe në fundjavë zgjidhej që përsëri të punoje dhe të për mua pjesa e gatimit ka qenë gjithmonë si një mënyrë për të çliruar stresin, për çliruar lodhjen, unwinding. Si më thënë. Domethënë të qetësonte, të relaksonte. Pra unë qofse isha i lodhur gjatë javës, ndonjë gjesha një punë që do punosha 10 orë apo 12 orë të shtunën apo të dielën, për mua isha kur shkosha të hënën punë isha si rebirth. Thonë, çka ke bërë, ke shkuar pushime në Shqipëri. Nuk janë të gjithë kështu, kështu që ti po më jep një anë tjetër të këtyre millennials që atë pasionin e përdorin për t'u qetësuar dhe për t'u relaksuar. Më pas vendose që të ktheheshe në Shqipëri. Më the dhe më përmende që ishte një vendim i marrë në moment, pak para ose gjatë sa filloi pandemia. Si ishte ajo eksperiencë? Ta lije Londrën, të lije punën, megjithëse punën e vazhdove. Por të lije këto pasionin, këto fundjavët në orë të gjata. Sidomos leje Londrën, atë destinacionin e preferuar dhe të shumë kërkuar nga shumica. Që jetojnë këtu të paktën. Gjatë Covidit, ne kemi ardhur në Shqipëri me një nga ato avionët që dërgonte qeveria për riaktesimin, që ishte shumë e vështirë për të fundlisë etj. Dhe ishte një vendim që thjesht do kthehemi për të punuar nga Shqipëria. Meqense punët i kishim në ato kohë bën gjithë punët remote, që ti punoshe nga shtëpia. Pra ishte e lehtë. Ishte shumë e lehtë. Lajmëruan punës, do ikem në Shqipëri. Okej, shumë mirë. Dhe u kthyem në Shqipëri. Ajo që ndodhi me mua ishte në momentin kur ne kemi qenë duke me shkuar në taksi nga shtëpia për në aeroport. Unë i kam thënë nusës bashkëshortes që shife mirë, kam thënë Londrën, sepse unë këtu nuk kthehem. Sepse për mua ishte momenti që unë këtu çdo lloj gjë të ndodhi, unë nuk
kthehem në asnjë lloj mënyre. Pra ose në Shqipëri ose në diku tjetër, po unë nuk kthehesha më. Pse ishte për ty kjo ndjenjë, mbase ishte një ndjenjë zaurimi apo një ndjenjë që thua ishte një kapitull i mbyllur për ty Anglia, pse ishte e tillë? Sepse ajo që filloi ndodhte në Angli, mendoj që kudo. Nuk është vetëm në Angli, ndodh në Shqipëri ajo lloj gjëje. Është që ke atë punën, ke atë monotoninë, rutinën e ditës, javës, muajt, që është shumë pak e ndryshueshme, sidomos në vende të zhvilluara, kjo rutinë ndryshon shumë pak. Dhe ndoshta u bë lodhshme e zaurimit, siç thonë ti, që më ndodhi, na ndodhi të dyve, nuk është e vendosur unë në mendjen time. Patjetër, se nuk është se ishe vetëm. Të gruaja. Dhe prandaj vendosëm që mbasi erdhëm në Shqipëri, vazhduam punuar në remote një farë periudhe, pastaj më prezantoi një projekt komplet tjetër dhe u shkëputa komplet. Por erdhëm me atë idenë që ne atje s'do kthehemi më, do punojmë sa të punojmë remote me punët që kishim në Londër dhe pastaj do bëjmë diçka tjetër ose mund të iknim në një shtet tjetër. Pra mundësit ishin të hapura. Mundësit ishin gjithmonë të hapura. Por në Londër jo, më pra ishte një kapitull i mbyllur. Filloi të më mungonte dielli shumë dhe ushqimi i mirë. E kemi në fakt diellin edhe ushqimin. E marrim për të mirëqen diellin. Dhe pse në fakt Londra ka shumë restorante që janë nga kultura të ndryshme, nga vende, etnicitete të ndryshme, pra nuk është se mërzitesh ndonjëherë. Londra ka një nga skenat e kulinarisë më të mira në botë. Por përditshmëri, ushqimi i përditshëm, pazari që ti bën fruta, perime, mishi, peshku etj, janë të një cilësie nën mesatare me çka krahasojmë në Shqipëri. Pra që ti të arrish atë shijen e domates shqiptare, atje kushton shumë shtrenjtë, shkon 20-22 pound për vende organike që importojnë nga Greqia, Italia. Ne ndërkohë marrim këtu për 900 lekë, 1000 lekë. Megjithëse janë rritur. Do rriten se nuk kemi ku shkojnë. Më trego pak cili është restoranti, po të vë pak kështu tani. Cili është restoranti jot i preferuar apo në Londër? Ose mbase çfarë kuzhine është? Kuzhina, siç e folëm dhe atë ditë që u takuam, për mua Londra ka restorantet indiane shumë interesante. Dishumi është top. Është një nga më të mirët, në fakt. Është nga restorantet më të mira në Europë për kuzhinën indiane. Restorantet Otto Lengit janë restorantet nga më të mirat. Pastaj Gordon Ramsay që ka disa restorante në Londër. A mbahet kaq i madh dhe popullor Gordon Ramsay në Angli ose në Londër? Është bërë në personazh shumë mediatik në vitet e fundit, 10 vjeçarin e fundit, dhe restorantet që ai ka në Londër, që ka filluar në Londër, restorantet janë me yje Michelin shumë high-end. Tani ka filluar të hapi diçka më komerciale si pizza places e kështu. Po që mund të jenë edhe pak më të aksesueshme nga shtresa e mesme mbase. Por Gordon Ramsay është një nga kuzhinierët më të mirë, për çka se nga që tash është i aksesueshëm nga gjithë në televizor dhe duket se ky që del në televizor s'është ndonjë gjë. Por ndodh ndonjëherë me këta kuzhinier apo le të themi maestro të gatimit që kur fillojnë bëhen pak më shumë popullor apo pak më prezent, le të themi me show, me TV show, me seriale apo me popularitet në rrjetet sociale, ndodh që i bie ajo cilësia? Po, pse humbet ajo ai imazhi, sidomos për kuzhinierët, që ti nuk e di si duket, ti nuk e di si ngjan, sepse është gjithmonë mbas në kuzhinë. Dhe është ai secrecy i madh i kuzhinierëve, që edhe në Shqipëri ti e di që është një restorant shumë i mirë, po ti s'e di fare kush është shefi, kush është kuzhinieri, vetëm në rast se është i famshëm që del nëpër televizore. Kjo ndodhi dhe me Gordon Ramsay. Pra u bë i aksesueshëm nga të gjithë dhe njerëzit mendojnë, a mos është ai kuzhinieri. Ndërkohë që Gordon Ramsay ka studiuar, ka punuar për shumë vite nën kuzhinierin më të famshëm dhe me më yje Michelin në botë, në moshën më të re, që quhet Marco Pierre Whit. Pra ka punuar me atë për shumë vite dhe aty ka marrë stazhet e para të kuzhinës, pastaj ka hapur restorantet e veta me Michelin. Pra është një nga kuzhinierët më të mirë në histori, si më thënë. Por ka atë certifikimin, pra, po themi. Që s'ja japun. Jo, patjetër që jo, janë të tjerë që ja japin. Dervisa, ke ti ndonjë kuzhinier apo ndonjë shef që inspirohesh, frymëzohesh, që të pëlqen kaq shumë? Te ambienti që kam me klasa gatimi,
një nga zonat e caktuara të klasave të gatimit, më kam librat e kuzhinës të shefave të mi të preferuar. Thuash një shef kuzhine është shumë e vështirë. Po përmend disa. Për momentin, realisht një nga shefat që mua më pëlqen shumë është pikërisht Marco Pierre White, sepse ndryshoi komplet approachin që kishte me kuzhinën. Pra nga dikush që ishte i obsesionuar me yjet Michelin, për të kapur yje Michelin, rriti standardin e kuzhinës gourmet, si me thënë, në të gjithë botën. Tani është shumë in, tash është shumë trendi i momentit, nëse është gourmet, është dhe tani është bërë si kryefjala e çdo restoranti që pretendon një yll Michelin duhet të jetë i atij niveli që e ngriti pikërisht Marco Pierre White. Okay. Dhe ai bëri një shift shumë të madh më pas, sepse tha që unë nuk mund të gjykohem nga dikush që nuk ka eksperiencë në kuzhinë të më japi mua yje Michelin, dhe i refuzoi komplet yje Michelin. Tani ka lënë komplet pjesën e gatimit profesional dhe tani bën receta shumë bazike, shumë rustic, si me thënë, rustike, në shpinën e fshatshme, komplet, dhe poston edhe kurse online që unë ja kam ndjekur gjitha normalisht. Kurse online për të bërë këto gatime pa peshore, pa veglat e restoranteve me yje Michelin, pra është kthyer në një nivel gatimi shumë bazik, normalisht me klasin edhe njohuritë që ka ai që janë të pafundme. Prandaj për mua për momentin është i preferuari. Kështu që këtë do zgjidhja. Mirë. Janë shumë po etiketove. Janë shumë, ato Lenghi është tjetër që është shumë i famshëm, Massimo Bottura që rilindi kuzhinën italiane. Jo rilindi, i krijoi kuzhinën italiane gourmet, Massimo Bottura. Kështu që ka në çdo lloj kuzhine ka një dikush që i ka dhënë atë spunton në vitet e fundit. Më kujtove diçka të bukur me këtë që sapo përmende për këto receta të fshatshme, si thua, nga komforti i kuzhinës së tij, siç bënte shefi jot i preferuar, gjyshja ime në fakt, tek recetat e saj të vjetra, siç janë gjyshet, duke i shkruar të gjitha përbërësit, nuk e di, për të bërë një ëmbëlsirë apo një kek, dhe anash, le të themi, miellit ishte në klapa me sy. Me sy, çdo gjë me sy. Dhe ja jep një kushurirës tonë, dhe ajo i shkreta i thot, çfarë të thot me sy? Dhe ajo, pra, ti e mat mielin me sy, nuk di të them ta se i hedh një gotë apo dy gota. Tani ka ngelur si një shaka. Këtë doja të të pyesja. Do të thënë, në një recet, po i ndoqet të gjitha, çfarë shkruhet në libër, në flet, a të jep kjo atë le të themi mundësin për të krijuar çfarë po tregohet në recet, apo po dole pak jashtë recete, nuk e arrin dot. Kjo me sy është çik, domethënë për një fillestar, unë se bëj dot recetën, se thot me sy. Por ç'a ndodh, që ti do bësh një bukë që ka 3 ingredientë, maja, ujë, miell, me gramaturë, me peshore e të gjitha. Çfarë ndodh është që ka faktorë të tjerë që e ndihmojnë ose e prishin atë lloj buke, si humiditeti në ajër, si temperatura e ajrit, si temperatura ku do e fuzësh në frigorifer, humiditeti i frigoriferit, pra janë rreth 4 deri në 5 faktorë të tjerë që e prishin atë lloj gjëje. Prap duhet i kesh parasysh. Që duhet i kesh parasysh. Pra, ose ti do jesh një shkencëtar me temperaturë, me humidifier për të ulur humiditetin, për të rritur humiditetin, ta ngrejmë, ta bëjmë, pra po bëjmë shkencëtar. Ose kthehet në shkencë pastaj, ose ti funksionon me sy. Pra, nëse ti ke eksperiencën e duhur, ti funksionon me sy, e shef që është pak më e lagësh, do dhe pak më shumë miell sepse është dhe humiditeti, është verë, pra është ajri pak i tharë, është temperatura pak e lartë, do i çik më shumë ujë. Kjo është e para me sy, por kjo vjen nga eksperjenca. Nuk mund ta bëj dikush që është fillestar të gatuaj me sy. Kjo vjen nga vitet e eksperiencës dhe shumica e shefëve të mëdhej kanë një recetë bazë. Çdo shef ka një recetë bazë. Por tweaks, ndryshime të vogla në recetë bëhen gjithmonë, për shkak të faktorëve që nuk janë pjesë e recetës dhe ti nuk e kontrollon dot. Patjetër. Vetëm po që janë kushte laboratori. A keti një recet, apo një pjat, apo diçka që ti gatuan që e ke shumë për zemër, edhe nuk lodhesh kurrë së gatuari? Mendoj satisfaksioni më i madh për mua është gatuash një bukë.
realisht e mora dhe si shembull çfarë? Më thuaj pse. Sepse buka është diçka, është një produkt që ka çdo vlerë nutricionale që ty të duhet për të jetuar. E para. E dyta është ti krijon komplet një diçka të re nga miell dhe ujë. Janë vetëm 2 ingredient që ti s'përdor as maja dhe merr bakteret e ajrit që krijohet tharmi m etj që është proces komplet tjetër. Pra me 2 ingredient, 3 ingredient ti krijon një diçka që ty mund të mbajë tërë jetën. Po hëngri vetëm bukë ti ke çdo lloj nutricioni që ty të duhet për të jetuar, mbi jetuar. Po. Për gjithë jetën tënde, për 100 vite. Pra të krijohet një produkti më masiv në botë, që prodhohet në çdo lloj kulture, në forma të ndryshme, në temperatura të ndryshme, me zbukurime të ndryshme, me dizajne të ndryshme. Të gatuash një bukë për mua është ti sjell diçka në jetë, komplet re. Është satisfaksioni më i madh që mund të kesh. Nuk e di pse, nuk e di si shpjegohet, kur kam bërë për shembull bukët e para sourdough, nuk e di çfarë satisfaksioni që ishte me tharmi natyral të kapur nga ajri me majan e egër. Po se mbase qoftë për ty ose qoftë për ata që kanë dëshirë të mbase të punojnë edhe me dorë, ta bëjmë atë brumin, mbase është edhe diçka terapeutike, do thoja. Është terapeutike. Plus ajo filozofia që ti e krijon vetë, e ndërton vetë, edhe po e the ti shumë bukur, po nxjerr diçka në jetë e bukur. Si mendon, vendosim këngën e parë që e folim bashk? Atëherë për kënaqësinë e Dervisit, edhe për të gjithë dëgjuesit edhe shikuesit në RTS2, ne do të dëgjojmë Sing for the Moment nga Eminem. Kthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer përsëri në Millennials Unplugged, vazhdojmë të bisedojmë me Dervis Kaninën, i cili është millennial që është kthyer dhe la pas Amerikën, la pas Londrën, u kthye në Shqipëri. Tani këtu do të të ngacmoj dhe do të them, u ktheve në Shqipëri dhe fillove të punosh në një fermë. Në një fermë me lop, me dhi. Sidomos dhi. Sidomos me dhi. Emra u vendose apo jo? Jo, ishin shumë, ishin edhe 400 krerë. 400, pra një i ri që la pas Londrën dhe vendosi të shkonte prapa ti, pas atij pasionit. Si ishte të punoje me dhit edhe në fermë? Kjo është ajo pjesa e millennialsave që janë që kontradiktor. Jemi pak, po është e bukur. Është shumë e bukur, shumë adrenalin. Dhe reagimet që merrja nga të gjithë, domethënë duke filluar nga punëtorët e fermës, nga furnitor, klient të fermës, apo me agroturizmin, restorantin më vonë të ferma. Kur e dëgjonin që unë kisha lënë Londrën, kisha studiuar jashtë dhe isha kthyer dhe isha aty domethënë me balt deri te gjuri, me mëngët e përveshura, gati për punë. Por shumë ti çmon disi Terezi ose mendonin kush e di çfarë halli ka ky që ka bërë këtë lloj zgjedhje jetë. Dhe mbase po e bën si terapi për vetvete, no? Gjysmë terapia ishte. Lidhja me natyrën ishte eksperienca ishte shumë nice, realisht. Mua më dha mundësia nga një grup personash, investitorësh, që të hapja, të krijoja restorantin, mu prezantua si projekt gjatë kohës që unë isha duke punuar remote. Pra gjatë atij 2 javësh të karantinës, ishim gjithë detyruar të bënim kur vinin nga jashtë. Më prezantua ky si projekt dhe unë atë 2 javësh unë lash punën ekzistuese në Londër, me një call shumë të shkurtër me burimet njerëzore dhe menaxher. Pra mbyllë tamam kapitullin me Londrën. Praktikisht tashi që e shikoj looking back është që unë thjesht po prisa një spunt për ta lënë. Dhe u hodha direkt te kjo ferma që kishte kohë që ekzistonte si fermë, por do bënin hapjen tjetër, hapjes restorantit, agroturizmit, krijimit brandit, futjen e produkteve në dyqane etj dhe ju duaj një që në fillim. Ishte në fillimet e veta si fermë, kishin produktin ekzistues, produktet e djathit dhis, dhe te ferma jemi marr, un kam ndjerë rreth 2 vite, që s'jan pak fare, sidomos kur punon ferm zëres e flen atje, nga mëngjesi deri në darkë. Dhe është hapur restoranti, është krijuar pjesa me të mbjella, janë perfeksionuar produktet, u futën produktet në dyqane, pra ishte një punë kolosale, pra shumë e madhe. Por me satisfaksion shumë të madh personal.
dhe realisht ka qenë nga periudhat më të lodhshme, por dhe më të bukura, të jetoje në natyrë, të jetoje pa zyrë. Pra unë nga s'kisha zyrë, që me dhitë tërkohës. Të shkuarit nga e punuar në zyrë 5 ditë javës, commute nga zyra, merrje trenin nga zyra në shtëpi çdo ditë. Pra një jetesë urbane. Ja, shtetit që merr transportin, shkon në zyrë. Pikërisht. Dhe aty të kalohesh, shkoshe me makinë mbas kodrave dhe leshe makinën dhe si hypshe makinës pastaj për 10 orë, 12 orë që rishe për dalë për fermë, për të zgjidhur problemet e ndryshme të fermës. Çfarë ka pasur një problem që ti kishe vështirësi që ta zgjidhje tek ferma? Probleme ka pasur pafund. Por unë ty do të tregoj ditën time të parë në fermë. Dita ime e parë në fermë ka qenë gjatë një stuhie, unë prezantohem te stafi etj, që ky është drejtori i ri i fermës, do bëj këtë, do bëj atë, etj. Gjë normale. Dhe sa largohen investitorët, personat që mësohen mua në fermë, për punë gjysore, gjatë stuhisë, bie një pjesë e çatisë te stalla. Dita jote e parë. Dita ime e parë, bie një pjesë e çatisë te stalla, fillon përmbytet pjesa e stallës. Ne duhet ta mbulonim shpejt, se ishin 10 poshtë etj. Ndërkohë ishte periudhë mbarshtimi dhish. Na ndodhin aborte. Wow. Të dhive. Po. Ishte diçka normale për personat që punonin aty. Për ty që sa kisha ardhur nga financa, nga listat e Excelit. Ishte diçka shumë e çuditshme. Ndërkohë që ndodhte kjo e aborteve të dive, ra çatia, më marrin telefon që ishte aksidentuar teknologja kryesore me makinë. Kjo ishte 3 orë shqiptar, jo dita e parë. Ishte ditë e martë, mbase? Ndoshta. Dhe kjo ishte dita e parë në fermë, që unë isha... Çfarë po ndodh? Po e bën kastile, po ndodh kastile kjo. Unë të e bëra kastile. Por ti nuk u dorëzove? Jo, sepse ç'a ndodhi pastaj ishte një orë më vonë, mbasi ndodhen gjithë to, u zgjidhe aksidenti, ishte diçka shumë e vogël, po aksidenti ishin bërë me makina, asnjë aksident njerëzor etj, pra ishte diçka shumë e vogël, po thjesht telefonata që më erdhi që është aksidentuar teknologja në ditën e parë, ndërkohë që ne po mbyllim çatinë e fermës se po përmbytej. Ajo që ndodhi një orë mbas këtyre, gjatë fundit ditës, ishte që unë mora pjesë në lindjen e një keci. Which was very nice. Ti kishe rastisur ndonjëherë më parë? Nuk kishe rastisur asnjëherë që të merra pjesë në lindje kafshësh, as njerëzish në atë pikë. Dhe mora pjesë në komplet procesin e lindjes, mora pjesë e pashtë. Patjetër e kuptova. Dhe ishte gjëja që ishte shumë emocionuese, ishte shumë interesante, shumë e ke parasysh të dha një view, një pamje komplet tjetër të asaj punës. Edhe mos ishte aty që deri diku the, ok, pas kam bërë zgjedhjen e duhur. Ke parasysh ajo i fshiu të gjitha gjërat e këqija që kishin ndodhur gjatë asaj dite. Dhe unë këtë ditën e mbaj mend, do e mbaj mend të rjetën, domethënë për shkak të këtyre luhatjeve të mëdha emocionale që kisha gjatë ditës. Pastaj gjëra të tjera pafund fermë. Çfarë të kanë mësuar këto 2 vite eksperiencë pune në fermë me kafshët, me baktit, me gjithë këto të papritura? Më ka mësuar respektin dhe mirënjohjen që duhet kemi të gjithë për personat që merren me atë punë. Për personat që rrisin kafsh, që punojnë me kafsh, për personat që rrisin perime, sepse ne zhvilluam komplet pjesën e mbjelljes perimeve me sera në krah të fermës, për personat që merren me punimin e tokës, bujqësisë, gjithë personat përveç pjesës së restorantit, do ata kemi për të mirëqenë që duhet i respektojnë gjithë etj. Por ajo më dha komplet një pikpamje tjetër për çfarë ndodh në background të prodhimit të këtyre ushqimeve që ti ke në pjatë. Që ti ke në pjatë. Pra nëse unë deri para saj kisha, si më thën, kryesore në pjesën e përgatitjes ushqimeve, shërbimit ushqimeve etj, të një pjate, pra më vijnë këta ingredientët, normalisht interesohesh si kuzhinier, si menaxher, si drejtor që të jenë ingredient mirë. Po nuk je aty në prodhim. E asaj, pra nga zgjedhja e farës te punimi i tokës, sa ple, sa kthime toke duhen bërë, ç'a mund mbjellësh nga sezoni në sezon.
Nuk ka është shumë një të respekt që rinj duhet të si ketë ty njeriu. që me dëshirë të plot dhe futen kokë e këmbë, se në këtë rast ti je futur dhe në bujqësi, pra ti je futur literalisht i gjithi në gjithë këtë industri. Me sa kam dëgjuar dhe nga biseda me të tjerë, nuk është një industri e cila është shumë të rinj e kanë me shumë dëshirë. Pse mendojnë që ndodh kjo? Është e vështirë, nuk ka perspektivë. Është shumë e vështirë, shumë e vështirë. Mendoj që është për pjesën që kjo industri përgjithsisht zhvillohet larg qyteteve. Pra nëse në këto zona të rinj ku rritesh në fshat apo në qytete më të vogla që merren me këtë bujqësinë dhe blegtorinë, ti ke atë ëndrrën që të shkosh te ky qytet i madh, që të punosh te kjo, të marrësh makinën, të marrësh trenin, të marrësh atë. Po, të kesh një jetë urbane. Kesh një jetë urbane. Çfarë po ndodh me brezin ton tani, të rriturit dhe të punuarit në për këto qytete të mëdha, ne po shohim po sikur të jetoja te kjo ferma, po sikur të shkoja të punoja te kjo ferma. Dhe për fatin tim, unë arrita ta bëja këtë. Se mu puqën gjërat, si me thënë. Dhe arrita ta bëja këtë lloj eksperiencë që ishte një nga eksperiencat më të bukura që kam pasur. Shumë e bukur. Sa i ke prekur, pra ke qenë në kuzhinë, kur ishe me eksperiencën në Amerikë dhe në Londër, më pas në Shqipëri i pe të gjitha anën tjetër të gjithë atyre produkteve që ti përdor në pjatë, se si prodhohen, se si mbillen, se si doja sugjeroje të rinjve si ty të bënin të njëjtat zgjedhje? Patjetër. Nëse e kanë pasion. Normalisht. Pra nëse nuk lodhen që ditën e dytë. Nëse se ke pasion. Nëse bie çatia dhe ti demoralizohesh. Nëse se ke pasion, u hika. Ç'do bëj? Po nëse e ke pasion, është mbi çdo lloj vështirësie që ti has gjatë punës përditshme, sepse është punuar në firmë, ti punon me gjë të gjallë, dhi, lop, lepuj, pula, lloj rosa. Punon me njerëz shumë, pra ti kalon mëngjesin nga teknologja që ka normalisht hallet e veta me prodhimin, djathin, qumshin, kosin etj. Shkon te fermieri që ka hallet e veta me perimet, frutat etj. Pra është diçka shumë e gjallë e gjithë ferma. Çdo gjë po jeton, si perimet, si frutat, si dhit, çdo gjë po merr frymë. Në të njëjtën kohë. Kjo është shumë e bukur. Çdo gjë po merr frymë dhe çdo gjë merr frymë në të njëjtën kohë. Ti tashmë prej një viti, këtë pasionin tënd vendose ta materializoje, pra ta bëje më të prekshme për ty edhe për shumë të tjerë që duan të vizitojnë. Ke krijuar një biznes, një sipërmarrje të vogël, po që po rritet ditë mbas dite, ku janë klasa gatimi. Më tregu pak çfarë ndodh te këto klasat e gatimit. Klasat e gatimit kemi një vit e pak që jemi hapur, dhe koncepti im për klasat e gatimit duke qenë edhe çik nerd ushqimi, doja që gjithë të njohurit që për mua janë të akumuluara ndër vite, njohuri si në backgroundin e restoranteve që ndodhin në kuzhinë, por njohuri edhe nga leximet, researchet e pafundme që unë bëj dhe vazhdoj bëj konstante, ti ndaja me njerëzit. Dhe në klasa unë pretendoj që çdo person të gatuaj pjatat e veta, të preki çdo gjë me duar, të bëhet pis, mundësisht të pritet me thika me gjëra. Jo, nuk e dëshirojmë këtë. Por ama të jetë vetë që gatuan, që secili ti preki vetë, patjetër. Është shumë e rëndësishme që të kemi kontaktin me ushqimin dhe dora është një nga veglat më të vyera që kemi dhe duhet ta përdorim sa më shumë në kuzhinë. Përveç nëse recetat thonë që s'duhet përdorur, mëbet tjetër. Kjo është mëbet tjetër. Çfarë gatuan në këtë klasa? Çfarë recetash? Recetat që gatuhen te klasa varet nga lloji i klasës. Pra aty organizojmë klasa nga më të ndryshmet. Kemi organizuar klasa që ndodh shumë shpesh, është klasa tradicionale shqiptare, që gatuajmë sheqerpare, byrek, tafkosi, dredhanik, përshesh me pul, me kulaç, varet nga lloji i sezonit. Receta tradicionale shqiptare. Kemi bërë klasa meksikane, klasa greke, klasa italiane, klasa pasta, klasa pizza, klasa për fëmijë. Pra organizojmë evente të ndryshme. Dhe ajo që unë dua realisht që njerëzit të eksperiencojnë këto klasa është të njihen me ushqimin, të njihen me ingredientet. Ka humbur
ka filluar të humbi prej shumë vitesh kontakti njerëzve me ingredientet. Dhe do ta lidh pak me fermën këtë. Kur kemi bërë disa ture për fëmijë në fermë, po bënim një tur të pjesës së prodhimit të qumshit që kthejnë djath. Dhe një nga fëmijët pyet maman, ky është ai djathi që blejmë ne te X supermarket? Ky është ai djathi i atij supermarketit? I thash, nuk është ai djathi i atij supermarketit, ne ja çojmë atij supermarketit. Pra, kontakti që njerëzit në qytet të paktën, qytet ndaja si Tirana, kanë me produktet është ai rafti i madh i supermarketit. Po këto produkte vijnë nga pse vijnë, kush e bën, si e bën. Pra, këtë pjesë unë mundohem që ta sjell vetë klasa e gatimit. Produktet kanë një histori. Patjetër. Edhe pjatat që gatuan me këto produkte kanë një histori. A e bën kjo pak më të veçantë edhe procesin e gatimit për ata që vinë në klasat e tua? Patjetër, për shkak të unë jam dhe apasionuar me historinë dhe sidomos me historinë e kulinarisë, sepse për mua kulinaria është kulturë. Pra si evolojnë kulturat e ndryshme në shtete ndryshme të botës. Unë i lidh dhe me historinë e pushtimeve ndryshme që kanë ndodhur në Shqipëri, si kanë evoluar këto receta, çfarë ndodh recetave për shkak pozicionit gjeografik. Në një vend ti ke prodhon vaj ulliri, në jug të Shqipërisë, në veri ti ke gjalpin, si njëjta recetë prodhohet në kushte të ndryshme për shkak pozicionit dhe për shkak të atmosferës së klimës. Patjetër. Kështu që unë mundohem që t'i jap edhe një background tjetër të këtyre ingredientëve. Jo vetëm që është ky mielli, është ky djathi, është ky spinaqi dhe that's. Mundohem që është një bisedë pak më e gjerë. Është bisedë pak më e gjerë, sidomos për pjesën e Shqipërisë të klasa tradicionale shqiptare që zhvillojmë. Është një bisedë pak më e gjerë mbi historikun e ingredientëve dhe historikun e kulinarisë shqiptare. E vlerësojnë njerëzit që vinë në klasat e tua këtë lloj përkushtimi nga ana jote, pra ti tregon historitë, tregon identitetin e pjatës që po gatuan. Si pritet kjo, sepse më ka thënë që ka edhe shumë të huaj që vinë dhe vizitojnë klasat e gatimit. Përgjithsisht janë të huaj, sidomos se klasa tradicionale shqiptare, kam shumë pak shqiptarë që marrin pjesë, për ne është diçka normale, ke parasysh tash byrek. Byrekun ma bën nëna më të mirë, pse do të vita bëj të ty. Por mbasi është ndryshe kur mëson ta bësh vetë. Mirë është ta mësosh vetë, se e kupton, e vlerëson një çik dhe punën e nënës, si çik më shumë edhe mamin. Përgjithsisht i kam të huaj dhe feedbacku që marr përtej klasës time, përtej eksperiencës që kanë te klasa ime, feedbacku që marr në përgjithësi për gatimin Shqipëri dhe për mikpritjen që kemi ne shumë i mirë. Janë të habitur me cilësinë e produkteve që ne përdorim, që për ne, siç e thash edhe në fillim, është normale që të kemi atë lloj cilësi tomate dhe spinaqi. Për dikë nga veriu anglis apo Holanda, është e padëgjuar që kesh tomate të asaj cilësie apo vaj ulliri të asaj cilësie, apo rigon, tegër. Kështu që për ata çdo ingredient që unë vendos në tavolinë, përveç pjesës që ata gatuajnë, unë e mbush dhe me antipasta, me turshira, reçelra, djatra, gjëra pra specifike të siç shqiptare. Ne jemi mësuar tam normalisht, mezet tona. Dhe ata janë të habitur me çdo lloj produkti dhe të habitur për mirë flas. Për me çdo lloj produkti që ata provojnë, për shkak të shijeve të forta që kemi dhe për shkak të freskisë që këto produkte kanë. Mban mend ndonjë histori interesante apo të bukur apo që të kanë ngelur në mendje nga gjithë këto klasa? Historitë interesante janë me njerëzit që nuk njohin rakin. Sepse tash më mendoj që të gjithë e njohin. E njohin, mbas klase e njohin, se bëjmë një degustim rakie. Po është për njerëzit që nuk njohin rakin, sepse ne normalisht shërbejmë kotat e vogla. Unë edhe gjithë gotat i kam të prodhimeve shqiptare të vjetra dhe mundohem që t'i flasë për historikun e prodhimit produkteve shqiptare të gotave, teatrave. Çdo gjë e mirë menduar. Çdo gjë kam munduar të bëj një mbledhje koleksionistëve nëpër Shqipëri të këtyre prodhimeve shqiptare. Dhe unë filloj flas për gotën e rakisë, që ky është prodhim shqiptar, vitet 60, 70 etj. Dhe ata ndërkohë që kthejnë gotën e rakisë, i them që nuk e bën atë, nuk duhet ta bësh atë lloj gjë. E kuptoj që është gotë shoti me sasi shoti, po nuk duhet të bësh shot me gotën e rakisë. Duhet ta shijosh rakin, ha pak ulli, ha pak gliko, ha ndonjë gjë tjetër, bukmistri, çik gjiz, duhet ta shoqërosh gotën e rakisë me kështu dhe prandaj thash, historitë më interesante janë kur
kjo ndodh 2-3 herë pa e pasur në mendje në fillim. Pastaj bëhet pak e vështirë pjesa e përfundimit gatimit të atyre recetave, po që është okay, kemi menaxhuar. Mendoj se si mund të jetë një klasë e jotja në fund, në përfundim të klasës. Shumë fan. A mendoj që ka një ndryshim midis gjeneratës tonë, pra gjeneratës millennial dhe mbase gjeneratës para nesh edhe asaj mbas nesh në mënyrën se si i qasen gatimit, ushqimit? Ne mendoj që jemi goxha të fokusuar te eksperiencat. Ne jemi brezi që ndjekim recetat në televizion, në YouTube, mundohemi që të krijojmë diçka siç ndodhi kjo me sourdough bread, me bukë me tharm të ardhur, me brum të ardhur, gjatë kohës pandemisë që kishim gjithë shumë kohë, të gjithë e bëm, po. Gjithë bën tharm në shtëpi, mënyrat e veta, ca mirë, ca keq etj. Dhe pra të gjithë kemi atë nevojën për të bërë eksperiencë. Për të bërë eksperjenca. Dhe shumë e nevojshme në krahasim me brezat që kanë ardhur përpara, që janë fokusuar goxha te restoranti, ndërkohë brezat që po vinë mbas, Gen Z-a që është i fokusuar më shumë me pamjen e asaj pjate, pra si duket ajo pjata, sepse duhet të jetë Instagramable, duhet të jetë Snapchatable. Vazhdon të jetë kjo tërheqja ndaj të bukurës, se si duket, çfarë prezence ka një pjatë që të jetë më shumë për Instagram dhe jo që të... Ka qenë më në mod. Tani sikur po e humb pak atë që nuk është nevojshme më të jetë aq good looking pjata, që të jetë aq e bukur, aq Instagramable. Tash është kthyer në trend goxha është kjo pjesa sa më rustike të jetë një pjatë, pra një ingredient, pak vaj, pak majdanos sipër dhe ta shërbesh sa më e thjesht të jetë një pjatë, edhe në pamje me pjata të bardha, me pjata të pastra, jo me pjata me shumë ingredient të ngritura në lartësi, pra të jenë flet pjatat të thjeshta. Shumë thjeshta, është kthyer në mod. Pra moda po rikthehet, pra ajo buka me djathë dhe me krip dhe me vaj që hanim kur ishim të vegjël, tani është përsëri in. Po, dhe janë cikle që ndodhin normalisht. Ne do kalojnë shumë vite të kësaj modës rustike, prap do kthehem prap ajo pjesa e komplikuar. Moda ndryshon, por ama si shikon ti këtë botën e kulinarisë në Tiranë, po themi, me që jemi në Tiranë? A kemi një dëshirë për të pasur më shumë eksperjenca, flas për restorantet? Fusha e kulinarisë, e hospitalitetit, jo vetëm në Tiranë, në Shqipëri, është në nivel shumë mbi mesatar. Nuk do të them në nivel të lartë, por në nivel shumë mbi mesatar. Dhe mendoj që ne si popull, shqiptarët jemi shumë gjykues, dhe prandaj ne duke bërë këtë gjykimin për çdo pjatë, për çdo lloj shërbimi, në çdo restorant që shkojmë ne gjejmë një diçka që s'na pëlqen. Nuk kënaqemi asnjëherë. Nuk kënaqemi, ne kemi shumë vështirë të kënaqemi. Ç'a sjell kjo për shkak të këtij lloji kësaj mënyre qasjeje, kësaj qasjeje që ne kemi. Kjo sjell zhvillim konstant. Dhe çfarë ndodh është që restorantet në Tiranë janë nivel realisht shumë mbi mesatar. Ka restorante që janë nivel të lartë, që janë nivel Londër, janë nivel Paris. Kemi të tilla. Ka shumë restorante të tilla. Ka shumë restorante për sasin, për size-in që ne kemi si shtet. Kemi një përqindje shumë madhe restorantesh të nivelit të lartë për matësinë e shtetit që jemi realisht. Këtë dua të them. Dhe është realisht pjesa e kulinarisë në Tiranë dhe në Shqipëri është nga përdorimi i ingredientëve, nga pjatat, nga teknikat që përdoren, është niveli shumë mirë. Dhe unë këtë feedback nuk e them vetëm nga mendja ime. Unë gjatë klasës gatimit, të gjithë turistët pa përjashtim, unë i pyes çfarë mendimi keni për Shqipërinë, si është dukur etj. Çfarë ju pëlqeu dhe e para absolute është kuzhina. Jo domosdoshmërisht kuzhina shqiptare, thonë me fjalët e atyre është që kudo të ulesh ti ha mirë. Pra në çdo lloj restoranti, jo vetëm kuzhinën tradicionale shqiptare. Çdo lloj restoranti, ti ulesh në një restorant italian, ti ha shumë mirë, ti ha një pica shumë mirë. Picat, pastat, kemi pasur edhe vala të ndryshme emigracionit të shqiptarëve që shkojnë në Itali, e marrin si zanat, si profesion dhe rikthehen për të ndërtuar një biznes të tyre. Çfarë mendon që i mungon Tiranës në këtë fushën e kulinarisë? Mendoj që i mungojnë, ndoshta tani edhe me ngritjen e turizmit,
çfarë do ndodhi është do prezantohen më shumë restorante të kuzhinave të ndryshme. Pra ne kemi disa restorante meksikane, kemi disa restorante aziatike që ne pak fusion, është kjo koha e sushive në çdo lounge, çdo vend gjen sushi. Në çdo restorant laç. Po, gjithë po bëjnë sushi tani. Se është Instagrammable. Por again, përsëri, ti fusësh të quash një restorant aziatik, s'ke thënë asgjë. Azia është një kontinent aq i madh, me aq shumë kultura, me aq shumë ingredient, me aq shumë kuzhina të ndryshme dhe kur thon në Azi ti e kupton që ne jo vetëm në Shqipëri, por në Europë, kur thua ushqim kinez është pa lidhje fare me ushqimin kinez. Pra do futen restorantet thai, tamam thai, do futen restorantet vietnameze, do futen restorantet japoneze, tamam japoneze, që mund të ketë. Pra do ketë një mendoj një zhvillim të këtyre lloj restoranteve specifike sepse këto do kërkohen nga turistët, sepse për turistët këto janë shije normale. Kurse për ne akoma nuk janë. Për ne akoma jo, ne kemi pak generalizma, si më thënë, të këtyre restoranteve, kemi çik më përgjithshme. Dervis, kemi arritur në fund dhe do të bëj vetëm disa pyetje shumë të shpejta, do më japësh gjën e parë që të vjen ndërmend. Nëse Tirana do të ishte një pjatë, çfarë pjate do ishte? Bukë me djathtë. Ushqimi që nuk lodhesh kurrë së gatuari. A good steak. Pra, I love it. Okay, mish. Seriali që po shikon momentalisht? Seriali që po shikoj momentalisht Severance që mbaroi tani, por konstant për shumë vitesh është Friends. Okej. Një cilësi e jotja që do doje ta merrnin 2 fëmijët e tu. Mendoj open-mindedness. Ti je mendje hapur për çdo gjë. Dhe diçka që ti bën që është tepër millennial. Ndryshimi profesionit. E bukur kjo. Dervis, unë të falenderoj shumë që isha në Millennials Unplugged, më shijova shumë bisedën. Të uroj shumë suksese dhe shumë fat në çfarëdo lloj gjëje që ti i vendos mendjen që ta bësh, dhe dua të bëj një shout out të vogël për gruan tënde, se më thej që ajo ishte ajo që të frymëzoi për të hapur biznesin. Po, është ajo shpreha happy wife, happy life. There you go. Atëherë faleminderit ju të gjithë që ishit pjesë e Millennials Unplugged edhe këtë të premte. Do të dëgjojmë për kënaqësinë e Dervisit, Mr. Brightside nga The Killers. Mirupafshim.